pas askujt. Ai që dëshiron të flasë me mua, e di ku të më gjejë. Haroj çfarë më ka lënduar në të kaluarën, por kur nuk haroj çfarë më ka mësuar. Kur ke një zemër të mirë, ndihmon shumë, i beson tepër, je pa llogaritur, dashuron pa kufi, dhe duket sikur je gjithmonë ti ai që lëndohesh më shumë. Prandaj tani, ndalem se bëri veten shumë të disponueshëm. Përdor mungesën për të rritur respektin. Rallësia i jep vlerë një produkti. Mësoj të hesht përpara njerëzve që nuk pranojnë të vërtetën dhe sinqeritetin. Nuk jam i aftë për hakmarrje, por mund të ignoroj ekzistencën e njerëzve sikur kur nuk i kam takuar në jetën time. Nuk e kuptoj pse fati na lejon të takojmë disa njerëz kur ata do të jenë vetëm kujtime të këqija për ne. Një gjë që e vlerësoj vërtet të vetja ime është se pavarësisht sa keq jam trajtuar, pavarësisht çfarë kam kaluar, gjithmonë kam një zemër prej ari dhe shumë dashuri për të dhënë. Kjo është një gjë që askush nuk mund të ma heqë kur. Nëse dëshiron, më quaj të çmendur, por më pëlqen të shoh të tjerët të lumtur dhe të suksesshëm. Jeta është një udhëtim, jo një garë. Mos haro kur miku im ruaje zemrën tënde të pastër dhe shpirtin tënd të sinqert, sepse kjo është forca jote më e madhe në një botë që shpesh haron vlerën e tyre. Nuk shkoj më pas askujt. Ai që dëshiron të flasë me mua, e di ku të më gjejë. Haroj çfarë më ka lënduar në të kaluarën, por kur nuk haroj çfarë më ka mësuar. Kur ke një zemër të mirë, ndihmon shumë, i beson tepër, je pa llogaritur, dashuron pa kufi, dhe duket sikur je gjithmonë ti ai që lëndohesh më shumë. Prandaj tani, ndalem se bëri veten shumë të disponueshëm. Përdor mungesën për të rritur respektin. Rallësia i jep vlerë një produkti. Mësoj të hesht përpara njerëzve që nuk pranojnë të vërtetën dhe sinqeritetin. Nuk jam i aftë për hakmarrje, por mund të ignoroj ekzistencën e njerëzve sikur kur nuk i kam takuar në jetën time. Nuk e kuptoj pse fati na lejon të takojmë disa njerëz kur ata do të jenë vetëm kujtime të këqija për ne. Një gjë që e vlerësoj vërtet të vetja ime është se pavarësisht sa keq jam trajtuar, pavarësisht çfarë kam kaluar, gjithmonë kam një zemër prej ari dhe shumë dashuri për të dhënë. Kjo është një gjë që askush nuk mund të ma heqë kur. Nëse dëshiron, më quaj të çmendur, por më pëlqen të shoh të tjerët të lumtur dhe të suksesshëm. Jeta është një udhëtim, jo një garë. Mos haro kur miku im ruaje zemrën tënde të pastër dhe shpirtin tënd të sinqert, sepse kjo është forca jote më e madhe në një botë që shpesh haron